Kjo është pamja që të ofron qyteti i Koplikut këtë fundmarsi. Edhe pse jemi në qendër të kësaj bashkie, stoqet e mbetjeve nuk mungojnë dhe hidhen në mes të ditës, vetëm 200 metër larg godinës së bashkisë. Kjo e fundit në vend të marrjes së masave paradoksalisht bën se hir, duke mos ndërhyrë përballë të tilla masakrave mjedisore. Sikur të mos mjaftonte problemi me mbetjet, qendra e Koplikut i ngjan një zone të dalë nga lufta. Gropat në rrugë dhe pusetet e mbyllura me dorrasa janë panorama e qendrës së kësaj qyteze. Kjo është situata në qytetin e Koplikut. Edhe pse Bashkia Malësisë së Madhe para 2 muajve ka riparuar defektet që ka pasur pedonalja e bashkisë, duket se pusetat i kalojnë për një rrugë të dytë, duke bërë rrezik për banorët e zonës së kalimtarët. Banorët thonë se ndjen të rrezikuar kur kalojnë në këtë pedonale që vetëm emrin ka të tillë dhe kërkojnë që institucionet të vënë dorë sa më parë. Bën frikë. Po, çfarë më bën? Këto janë kushtet e qytetit tonë. Unë kam thirrë që Bashkia sa më parë me marrë masa për me eliminu këtë defekt. Ma gjatë di që më thonë, unë jam edhe vetë banori i qytetit Koplikut, po pasi se kështu në gjenja. Që të rënale ka mraftina, ka metorina që bënë 35 qëtësine, gjithë farfua shka, nuk ka do më vakët, po që susa, se në mësë të regu është të kejtë, aty pas të e peshkë në trotuar, aty qëtësine, aty gjithë që janë shka, vjene koshë dhe plehe tatë, janë të regu më burë që në të shka. Pamje të tilla janë dëshmi e qartë e dështimit të administrimit të territorit nga pushteti vendor, duke bërë që Kopliku të përcjell një pamje as pak dinjitoze këtë prag sezonit turistik veror.